wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nuk ka ditë në të cilën gëdhin robërit e Allahut, pra i qelë sabahu edhe e fillojnë ditën, nuk ka ditë e që të mos zbresin dy melek prej qiellit. E njëri prej tyne thot: Allahu im, ati që jep kompenzoja. Ndërsa tjetri thot: Allahu im, ati që e shtrëngon dorën shkatroja. Çto përfundon hadithi, i cili flet për një gjë e cila ndodh në bazë ditore e që në të vërtetë është interesante. Para se me e përshkru atë që ka ndodh, është mirë me e pas parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet përshkrimeve të këtilla të asaj që Allahu ja ka bërë mundshme me e ditë e që njerëzit e rëndomt nuk e dinë. Për shembull, qysh zbresin me laçet, e kur zbresin, e ku shkojnë, e çka bojnë, e cilat janë punët e tyne, bëjnë pjesë në atë kapitullin e gajbit, në ato që na nuk kemi qasje, edhe sa herë flasim për këtë punë, mundu me folë veç në ato që Allahu na ka tregu, ose që i ka tregu Allahu pejgamberit vetë në mënyrë të veçantë, ai pastaj na ka tregu neve. Krejt tjerat, ku s'ka bazë të ajetit edhe të hadithit, ku e dim na çka bojnë me laçet. Na veç besojmë se ata ekzistojnë, edhe besojmë se ata janë ashtu qysh Allahu i ka përshkru, gjithashtu edhe punët dhe detyrat e tyre janë pikërisht ashtu qysh na është tregu neve nëpërmjet shpalljes. Por përshkrimet e këtilla, padyshim që e kanë edhe një mesazh moral, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se çta dy melek për çka zbresin edhe çka thonë edhe për këndë luten, e që besimtari kur e dëgjon një përshkrim të këtill, padyshim që frymëzohet edhe motivohet me bo pjesë në atë lutjen e melekut të parë kur thot Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahu im, ati që jep kompenzoja. Edhe këtu e shohim se kuptimi i këtij hadithi dhe këtyre lutjeve i ka dy anë të kundërta, diametralisht të kundërta. Meleku i parë lutet për ata që jepin, meleku i dytë lutet kundër atyre të cilët nuk jepin. Të japash në rrugën e Allahut fuqiplot nuk është ndonjë gjë e vështirë, madje ajo që ne posedojmë, të gjithë njerëzit pa përjashtim, është pasunia e Allahut fuqiplot. Realisht ne si besimtar konsiderojmë se ne jemi të autorizuar përkohësisht me atë që posedojmë. Allahu na e ka dhënë, nuk e kemi kriju vetë. Mundet me na u duk se e kemi fitu vetë, por nuk e kemi kriju. Edhe atëherë kur na duket se kemi bo plan edhe angazhim edhe mund për me fitu, nuk është se jemi kontë sigurt se kemi me fitu gjithsesi. Për atë arsye njeriu investon edhe nga njerë hamendet, nga njerë nuk investon, nga njerë nuk bën tregti, nga njerë nuk bën aktivitet, për shkak se ndin një dozë të pasigurisë. Por i ka aktivitetet e kufizume, edhe në kuadër të aty në aktiviteteve të kufizume, kryesisht fiton ndryshe prej asaj çka ka menduar dhe çka ka planifiku, por në shumicën e rasteve, sidomos na si besimtar që jemi edhe në një farë mënyre shpirtërisht e kemi një farë ngopsie në relacion me dunjan, me na pyet, themi, kom fitu ma shumë se sa e kom bo plan. Edhe në dunja kom arrit ma shumë se sa kom mendu. Edhe ajo që kam i te i kalon nivellet e ëndrave të mia, jo vetëm të planeve. Menoj se është një realitet i pamohshëm një gjë e tillë. E jeta vazhdon, dunjaja vazhdon me konë me sprova të lloj-llojshme. Edhe në kuadër të kësaj,
na e dim se vetë nuk e kemi kriju, për të fitu e kemi fitu me një mund, po pa qenë shumë të sigurt, edhe në fundit kur do të ndajemi prej kësaj jete, nuk do ta marrim me vete. Përkundrazi ajo çka kemi fitu na kryesisht i kalon nevojat tona edhe e kemi një farë shprese mi u mbet trashëgimtarve. Këtu e shohim se sa jemi na poseduesit real të asaj që quhet pasunia jonë. E duke qenë ky realitet kështu, këtu paraqiten pastaj ato kërkesat e niveleve të ndryshme për me dhënë. Ka kërkesa që janë të drejtë për drejta dhe strikte, e që sipas tyne dhënia është obligim ose është farz, sikur se është puna e zeqatit. Edhe ka kërkesa të cilat nuk janë strikte, ma shumë janë preferuse, pra jo obliguse, sikur se janë kontributet e ndryshme, sadakat e ndryshme e kështu me radhë, që jepen në bazë vullnetare pa qenë obligim. Për të gjitha këto vlen që e lutje e melekut të parë. Allahumme a'ti munfiqan khalafa. O Allah, kush do të jep, kompenzoja. Kompenzimi çka nënkupton? Kompenzimi nënkupton ose kompenzim konkret, edhe material, kur robi jep, Allahu ja kthen, edhe atë shumë fish. Edhe për këtë kemi argumentet shumëta. Kemi ajete ku konkretisht Allahu i madhruar thot, e kush prej juve i jep Allahut një hua të mirë, huaja e mirë kështu që Allahu thret me ia dhon pa pas nevojë për te, ka të bëjë me dhënien për hir të Allahut, kur çdo tjetër, që Allahu t'ja kompenzoj shumë fesh. Pra jo një fesh, na sikur të kishëm vendosë vetë, nuk besoj që kishëm ditë me lyp atë që Allahu na e jep. Ky kompenzim pra mundet me qenë material, konkret, robi jep, Allahu ja shton pasunin, edhe kjo është e konfirmume, edhe me ajete, edhe me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me stirash pejgamberi alaihi salatu wasallam thot, asnjë pasuni nuk është paksu për shkak se i Zoti i saj ka dhënë, ose asnjë pasuni nuk e ka paksu sadakaja. Kjo është e rëndësishme. Por kompenzimet që Allahu i ofron nuk janë veç të kësaj natyre, veç natyrës konkrete edhe materiale. Mundet dikush me dhënë edhe ndoshta ka dhënë shumë, nuk është që Allahu nuk ja ka kompenzu, nuk është që Allahu nuk ja ka shumu pasunin. Mirë, po nuk është aty i gjithë kompenzimi, edhe kjo mendoj se vlen për secilin besimtar, pjesa më e madhe, mbase edhe më me vlerë e kompenzimit që Allahu e ofron, është cila pjesë? Pjesa e sevapit edhe e shpërblimit. Edhe ndoshta kur do të dalim para Allahut fuqiplot, të e pa se si do t'i shpërblej Allahu i madhruar bamirësit, ndoshta secili bamirës do të donte sikur ndonjë të mos ishte kompenzu fare. Kur e themi nga njëherë, kur flasim për sprovën, me e pa njeriu i sprovum se çka do të, inshallah, çka do të marrë prej shpërblimeve të Allahut fuqiplot, do të donte sikur të ishte sprovu hala më shumë. Pse? Për arsye se Allahu kur e merr përsipër me i shpërbly robërit e vet, ai i shpërblen shumë, i shpërblen deri në atë nivel sa ata të ndahen të kënaqen. Edhe ekzistojnë do përshkrime të ditës së gjykimit kur Allahu i lut robërit, apo don hala o robi jam, i thotë jo Zot, ball, u kënaqa, më ke dhënë mjaftueshëm. Edhe meleku i dytë thotë o Zot, atij që nuk jep, shkatroja. E kjo atij që nuk jep, nuk e ka kuptimin e përgjithshëm. Por e ka kuptimin atij që e ndal atë që e ka borxh me dhënë. Ka obligim me dhënë. Se jep zakatin, që ky hyn në çate që Allahu më ia shkatru pasunin. Qysh ja shkatron? A e pakson? Jo detyrimisht. Mundet më ia humb bereqetin. Mundet nuk ja mundson me e shiju atë pasuni qysh duhet, apo nuk ja mundson që atë pasuni me e shfrytëzu në rrugë të cilat e afrojnë edhe e çojnë ka Allahu, por ai në vend se mu afrua i largohet prej Allahut e kështu me radhë, pra qysh Allahu bën edhe vepron me këtë, na nuk e dim konkretisht, por e dim sakt se lutjet e melekëve janë të pranume edhe kur Allahu përgjigjet ashtu që lyp urtësia e tij. Subhanahu wa ta'ala. Ndërsa për te i kësaj,
nëse dikush i kryen obligimet, po për shkak se nuk është gjymert sa duhet, nuk jep nafile, s'jep sadaka përderisa nuk e ka borxh edhe obligim, ky nuk hyn në këtë ta quajmë mallkim të melekut, mirë po mjafton që veten e vet e ka privu prej një mirësie të madhe. Pra e privan, e humb mundësinë me fitu shumë sevap, por pasunia nuk i shkatërrohet derisa borxhet, obligimet, farzet i ka kry. Çka bëhet me ata që japin, nga njerë e kanë edhe njetin për hir të Zotit, po besimin nuk e kanë ndoshta çysh duhet. Për shembull, një njeri e beson Allahun, ekzistencën e tij, por nuk e beson botën e përtejme. Edhe ai jep diçysh për hir të Zotit, por imanin nuk e ka të plot, ose si beson pejgambert, ose kështu me radhë, atëherë për këta nuk është se kemi ndonjë citat, nuk ka fol dikosh prej ulemave se a hyn në këtë lutjen e melekut për mirë, apo jo, mirë po dietarët kanë thonë se ai i cili nuk e ka besimin e plot, ai edhe nëse shpërblehet për veprat që i bën, se bojnë edhe ata vepra të mira. Ai edhe nëse shpërblehet për ata që i bën, ai shpërblimin komplet ka me marrë në këtë jetë. Përderisa nuk e ka besimin, kur gjo prej shpërblimit nuk ka me i taku në botën e përtejme. Kjo është një temë tjetër që trajtimi i saj lyp ma shumë kohë që sot nuk e kemi. Edhe tjetra kanë bo pyetje në rregull nëse unë po jap sadaka ose po bëj vakuf, se dha është dhanje, shpenzim, jo për vete, po për prindin tem ose për prind të mi. E tash që kompenzimi kujna i shkan. Na e dim se bën do më thonë e vladi për prind me dhanë, që aty në mi u shku sevapi. Bën vlau për vlau, bën për vdekunin, bën për gjallin. Këto janë rregull. Po që kompenzimi që lutja e melekut, a i shkon ati që ka dhanë, a i shkon ati që ka përfitu prej sevapit, si mas gjitha gjasave i shkon ati që ka dhanë. Për arsye se lutja e melekut është konkretisht, o Zot, ai që jep, ati kompenzoja. Që s'don me thonë se ai në emën të cilit është dhanë, nuk ka me pas edhe ai shpërblimin e madh, edhe në këtë rast pra mundemi me thonë se tu u bazon këte, ai që jep në emën të tjetrit, të dytë janë përfitues. Ai është përfitues i sevapit që ashtu qysh ju ka dediku, ndërsa ky është përfitues për kësaj mirësie të madhe për të cilën lutet meleku çdo mëngjes apo çdo ditë në të cilën lind dielli, e kjo i bie që kjo është një mundësi e artë, është një mundësi e madhe e veçantë për çdo ditë të jetës sonë. Sa na ka dhënë Allahu i madhruar ymër, në çdo ditë qoftë edhe ka pak mundëm me e fitu hisën tonë në këtë lutje të mirë të melekut i cili lutet, o Zot, ati që jep, kompenzoja me mirësi, gjithsesi, me mirësit e të gjitha llojeve, pra jo vetëm atyne materiale. Kaq sa i përket këtij hadithi, Allah ju shpërblet për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.